Serbia ka marrë një goditje të rëndë për sa i përket portës. Rajković, që konsiderohet portieri i parë, është dëmtuar dhe nuk do të jetë i gatshëm në Tiranë. Lajmin e dëmtimit e njoftoi vetë Al Ittihad. Në anën tjetër, Stojković i ka qëndruar besnik zgjedhjeve të tij. Madje trajneri serb sulmoi Milas Vilar, portierin e Romës, që sipas tij ka neglizhuar ekipin kombëtar. 25 vjeçari nuk u thirr tek ekipi i parë pikërisht për këtë fakt. Shqipëria do të përballet me Serbinë më 7 qershor në orën 20:45. Ndeshja në arenën kombëtare vlen për raundin e tretë në grupet për kualifikueset e botrorit 2026. Situata te Serbia nuk shfaqet as pak e qetë para ndeshjes me kombëtaren shqiptare. Në qendër të kritikave është vendosur trajneri Dragan Stojković për listën e përzgjedhur. Stojković nuk është kursyer as pak në konferencën për shtyp, këtë herë ka folur me emra të përveçëm pas kritikave që ka dëgjuar. Gjithçka nisi me portierin e Romës dhe ftesën e munguar ndaj tij. Është në dorën e Zvilarit, jo në dorën time. Mos prisni që të shkoj në Romë. Mund të dalë për ndonjë treg, për një kafe, të shikoj një ndeshje, por të shkoj të luaj dikë, kjo nuk do të ndodhë. Jo vetëm për Zvilarin, por për askënd. Keni bërë gabime, shumë mirë, gjithë të mirat, secili ka të drejtë të marrë vendimet e veta. Është në dorën e tij të pranojë nëse ka dëshirë. Atëherë tha se donte t'i përkushtohej klubit të vet, sepse kishte mundësi të futej si portier titullar, deshej të përqendrohej aty. E shfrytëzoi mundësinë dhe më vjen shumë mirë për këtë. A jam unë problemi? Menjëherë pas kësaj konference jap dorëheqjen, ndoshta jo menjëherë për nesër, nëse kjo është e vërtetë, por mendoj që nuk është e vërtetë. Këta janë lojtarë që panë që nuk ka vend për ta dhe pastaj thonë unë po të riqem. Ekipi ndryshon, lojtarët thirren sipas meritës. Mendoni që Lazovici nga Verona, që çdo vit lufton për të mos rënë nga liga, është ajo që i duhet Serbisë? Dimitrović, portier i shkëlqyer, por vendosa për Petrovicin. Kam gabuar? Jo, nuk kam gabuar. Dhe cili është problemi? Dimitrovici është i zemëruar, edhe unë jam i zemëruar që nuk e fituam ndeshjen kundër Slovenisë. Përmend të Radonjićin, cili është problemi? Nuk e dua, nuk më është simpatik, nuk më pëlqen modeli i flokëve që ka. Ai po e shkatron veten, po e shkatron Zvezdën, po e shkatron përfaqësuesen ose po vetë shkatrohet. Ky është problemi i tij dhe doni të më thoni që e meriton të jetë në kombëtare, si të ishim të gjithë të çmendur. Po flas hapur, për disa lojtarë nuk dua të përmend emra, ajo që luajnë nuk ka lidhje me realitetin. Çfarë ofron që të jesh këtu? Në bazë të çfarë gjëje duhet të jesh në kombëtare? Unë tani thras Radonjićin dhe më pyesni pse e thirra. Çfarë të them? T'ju gënjej, e dini, ai sprinti kundër Stuttgartit nuk luhet për një sprint. Gjithçka sipas meritës, le të zemërohen me mua sa të duan.